Numri I lartë I vizitave në Muzeun e Vlorës edhe në stilin e dimrit. Skënder Spahiu, drejtuesi I Muzeut Historik dhe Etnografik në qytet, thosë se kanë ndikuar edhe kushtet atmosferike të qëndrueshme. Numri I vizitorëve përgjatë dimrit më I lartë, krahasuar me vitet e mëparshme. Sipas Spahiut, në numrin e lartë të vizitorëve që zgjedhin muzeun në varësi të Bashkisë së Vlorës, ndikojnë faktet, dokumentat, objektet historike që gjenden në brësitë të Muzeut të Vlorës, që tregojnë një pjesë të rëndësishme të historisë kombëtare. Sipas Spahiut, shpesh ndryshon dhe mënyra se si paraqiten këto objekte, çka I bën më atraktive këto të fundit. Spahiu thosë se vizitorët shpesh shikojnë vizitat dhe në vendet historike. Por njëkohësisht edhe ato elemente që ne ofrojmë për të vizituar Vlorën, vendbanimet në Vlorë, apo ato elemente objekteve që gjenden në muze, rotacioni që ne bëjmë her pas here për të ekspozuar ato elemente të reja që gjenden në fondin arkivor të muzeut, të tërheqim sa më shumë njerëz, por vizitat nuk janë pjesë e zhvillimeve të turizmit, sepse tani ato janë bërë monotone dhe ne her pas here I kemi pjesë të rëndësishme edhe të guidave, edhe jashtë muzeut, duke vajtur në vendbanime të tjera siç është Mamantja apo Triporti apo edhe në objektet e kultit, manastiri I Zvërnecit, kisha Marmirojt në Orikun e Lashtë e të tjera, janë pjesë e këtyre zhvillimeve që neve po e zgjerojmë hapësirën jo vetëm objekteve brenda muzeut, por edhe jashtë muzeut. Kemi muze kustode ose muze të vizitueshme edhe online, muze që shikojnë gjejnë të dhëna të objekteve të ndryshme, sqarime shkencore dhe elementet përbërës të tyre, edhe online apo në sistemin digital të Ministrisë së Kulturës apo edhe në ato faqen zyrtare të Bashkisë së Vlorës, qendra kulturore dhe muzet e qytetit. Spahiu thosë se interesi në rritje për të vizituar dhe muzeun ka nga nxënësit e shkollave. Sipas tij, numri I vizitave nuk mungon as nga studentët e Universitetit të Vlorës. Drejtuesi I muzeve në varësi të bashkisë tregojnë se nxënësit apo studentët kryejnë orë të lira mësimore në ambientet e muzeut. Nuk mungojnë as të rinj të apasionuar të cilët vinë në muze sipas Spahiut për të ushtruar praktikën. Çdo vit akademik bëjmë një memorandum I kuptimi me të gjitha shkollat e qytetit të Vlorës, gjithashtu edhe me Universitetet e Vlorës që gjenden në qytetin tonë, dhe për të patur orë të lira mësimore, duke paraqitur një listë dhe temën e mësimit, listë të pjesëmarrjes së nxënësve dhe temën e mësimit, gjithashtu edhe me universitetin duke zhvilluar praktika të lira, gjithashtu edhe me qendrën e formimit profesional që gjendet në qytetin e Vlorës, dega e turizmit apo dega e resurseve, menaxhimit të resurseve të kulturës që gjenden në Vlorë, bëjmë praktikën në muzet e qytetit, në Muzeun Historik dhe Arkeologjik të Vlorës, për të parë të gjitha ato resurse që mundësi që ofron natyra, apo ato elemente të trashëgimisë kulturore që ka Vlora deri ditës sotme. Në muzetet e qytetit të Vlorës nuk mungojnë as tuhojt, të cilët sigurisht vizitojnë ata të Evropës perëndimore dhe lindore, por nuk mungojnë as vizitat e shtetësve të huaj që vinë nga vendet e largëta si Kanada, Amerikë, Australi apo Zelandë e Re.